Pas përfundimit të kongresit është mbrojt edhe UEFA në këtë rast, për edhe Serbia nga Federata e Kosovës. Ta mendon që Federata e Kosovës ka bërë, themi kështu, zgjedhjen e duhur, duke qëndruar brenda një kongresi që pavarësisht që është mbajtur në Beograd, është organizuar nga UEFA, siç e tha edhe vetë Berisha. Është interesant se Federata e pohon atë që thuhet, domethënë që kemi raportuar që janë largu simbolet e shtetit, në fakt po me të qëndrojnë sepse janë largu gjatë kohës kur ka qenë duke mbajtur kongresi 49 i UEFA-s. Kështu që është dashur të largohet Federata, më besoj që po, është dashur të largohet dhe edhe pse aty në kongres kanë qenë vërtet emra të njohur të futbollit dhe të sportit në përgjithësi, por për shtetin, për të mbrojtur simbolit, ndoshta është dashur të largohet në një mënyrë shumë të të sjellshme, ndoshta pa bërë ndonjë skandal të madh me një konferencë pas daljes ose të kërkohet llogari nga UEFA, e jo të mbrohet pas përfundimit të kongresit, është mbrojt edhe UEFA në këtë rast, por edhe Serbia nga Federata e Kosovës. Po pse në fakt edhe me mbrojt edhe Serbinë në këtë rast? Po nuk e di pse, faktikisht sepse është dashur të goditet. Sa i rëndësishëm është ky kongres që të vihet deri tek pika që të mbrohet, themi, edhe. Ky kongres faktikisht është shumë i rëndësishëm sepse ky kongres zakonisht UEFA organizon kongreset një herë në vit. Kështu që ky kongres është i vetmi që mbahet gjatë vitit 2025 dhe ka qenë në Beograd dhe ka qenë shumë i rëndësishëm, por ka mujt me u largu sepse aty votohen vetëm disa anëtarë, disa rregulla të UEFA-s dhe japin ideja. Qeverini para se të filloj, faktikisht kur e filloi kongresin, tha që futbolli duhet të ketë kufi. Në fakt veç pat kufi sepse na larguan simbolet tona, kështu që besoj që Federata është dashur të marrë hapin konkret veç të largohet nga salla. Ndërkohë, zotri Hamza, kemi pa edhe reagimin e ministrit Qeko, Ministri i Kulturës dhe Sportit Hajrullah Qeko, i cili ndër të tjera thotë që përfaqësuesit e sportit të Kosovës gjithmonë do të paraqiten me simbole kombëtare, me simbole shtetërore faktikisht, që i bie që në këtë rast Federata nuk arriti që të mbrojë këto simbole? Është e natyrshme që ne si shtet kemi shkuar në Serbi të përfaqësojmë flamurin tonë, shtetin tonë. Ne duhet të dimë që në shtetin serb duhet të kemi parasysh dhe kujdes të veçantë. Shteti serb në dekadën, vitet në vazhdim do të kemi pengesë, shteti serb do të ketë pengesë, edhe Kosova në anëtarësimet të organizatës të ndryshme të UEFA-s dhe FIFA-s. Kjo çështje edhe ky rast i cili është që flitet që është larguar flamuri i Kosovës, është një akt shumë i rëndë. Serbia është mësuar me këto reagime dhe këto akseset. Nuk i bën përshtypje edhe dënimet që merr nga UEFA dhe FIFA. Edhe kjo është për vetëm qëllim të arrijë që të denegrojë shtetin e Kosovës. Besoj që nëse vërtetohet fakt, bazuar në hetimin nëse shkon deri në fund që vërtet është larguar, edhe meqense ne duhet Federatë del me një prononcim zyrtar që të tregojë vërtetën se është apo jo. Aty shihet disa sekuencë të cilat largohen, nuk e dihet tani në vazhdimsi që si ka rrjedh kongresi.